Respektuar të rishikues ku do që jeni nga të që në ndishni, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në sofrën e Ramazanit është një takim i radhës që ne, sigur netët e tjera, jemi munduar që t'i begatojmë këto net të Ramazanit pas namazit të teravive, të pim nga pak qaj edhe në studio të PIS TV-s, duke ftuar ndonjë musafir që mund të jetë i veçantë, në kuptimin jemi munduar që të përzjedhim musafir më shumë nga larg, të cilët nuk kanë qenë shumë në ekranet tona për të bashkëbiseduar me ta, për të bashkëbiseduar dhe me nda disa prej kuptimeve dhe koncepteve të ajeteve të agjerimit që janë përmendur në Kur'an. Dhe ne sikur jeni mësuar deri më sonte, ajetet e agjerimit kemi shkëputur në disa pjesë në mënyrë që çdo musafir të na jep diçka të veçantë prej margaritarëve që ka. Sonte me ne do të jetë një profesor i Fakultetit të Studimeve Islame, profesor i hadithit që nga ditët e para, pra që nga themelimi i këtij institucioni arsimor të lartë në vendin tonë, është profesor i lëndës së hadithit dhe vazhdon deri më sot. Për ndryshe për regionin e Gjilanit me tekst veçantë ju hym në hak ta prezantojmë vetëm si profesor, pasi që është imam i xhamisë madhe. Aty karriera e tij ka filluar bujshëm dhe vazhdon edhe sot i kësaj dite të jetë ligjërues në xhaminë e madhe të qytetit të Gjilanit, që ndryshe njihet edhe si xhamia e Çarshis atje. Mirë se vjen Mulla Syl, Sulejman Osmani. Mirë se u gjetëm dhe faleminderit thesën. Të thash Mulla Syl, atë prezantoha si profesor, cila është më mirë. Qysh ndihesh ti më mirë? Para kësaj gjatë prezantimit, ajo që më tërhoqi vëmendjen është fakti se përmend se në mesin e atyre që do të marrin pjesë në emisione janë edhe personalitete që kanë qenë më rrallë. Është vërtet që kam qenë më rrallë këtu, disa herë që janë pak, por është e vërtet tjetër që jam përcjell si rregullt, unë dhe familjarisht, përcjell si rregullt i PIS TV-s dhe misioneve të ndryshme, të cilat i afroni për shikues dhe po bëni një punë të mirë, të vazhdueshme, e cila zgjat qësa vite edhe normal vjen në zhvillim e sipër, gjithmonë të bë mirë edhe më mirë, e besoj se në kuadër këtyre të mirëve të Ramazanit, që i sjell Ramazani është edhe ky takim ose kjo përzgjedhje e personaliteteve të ndryshme që pasurojnë programet e PIS TV-s. Unë në xhamat njihem edhe më thonë Mulla Syla me këtë emër ndihna shumë mirë, edhe jam shumë komod, edhe jam shumë rahat dhe për një titull publik ose emërtim publik nuk e ka zgjedhur diçka më të mirë se mjafton Mulla Syla. Në xhamat edhe në xhami dhe në shërbimet me xhamatin. Edhe ndoshta nuk është e veçantë për mua, po shumë kush nuk ma din emrin mbi emrin sakt Sulejman Osmani, po mjafton identifikimi me Mulla Syla. Dërsa në fakultet me studentat, njihemi si profesor, më thrasin si profesor, shok në fakultet më thrasin Mulla Syla. Edhe kjo është një shkallë tjetër e mirësisë dhe e kënaqësisë që unë e ndjej. Po, elhamdulillah Zotit, edhe ndjejna shumë mirë, edhe ndjejna shumë rahat edhe nuk kisha zgjedh diçka tjetër, po të kisha pas mundësi më zgjedh epitetet ndryshme, emërtime të ndryshme, vlerësime të ndryshme. Mulla Syla kjo mjafton shumë. Padyshim këtu vlen të përmendet është edhe një mirënjohje edhe për institucionin e Bashkisë Islame, që ka respektuar dëshirën që ta mbani xhamin, sepse
jeni profesor i rregullt tashmë disa vite në Fakultetin e Studimeve Islame dhe zakonshëm kur është pasuru vendi jonë me kuadro, sikur shumë kujt jashtë thonë ka po jam bon. E di që e ke pas shumë vështirë ta braktisë xhamin, të ndash prej xhamatit dhe e ke marrë pjesën më vitale, takimet e së premtes, takimet e xhumas hutbet me ta. Po, alhamdulillah është një kënaqësi e madhe dhe një realiteti pamohshëm. Unë jam njëri që kam bërë një jetë brenda institucionit, brenda Bashkisë Islame, brenda institucioneve të Bashkisë Islame, si imam në xhami fillimisht, me 5 kohët e namazit dhe me gjitha shërbime tjera që dalin për detyrës së imam në xhamat, e që është e njoftën se këtyre herë kanë qenë pak më shumë se sa që janë sot. Sot ka disa shërbime që janë reduktuar, por misioni bazë metet edhe vazhdon. Dhe i falenderoj gjithë ata që kanë kontribuar dhe më kanë ndihmuar dhe kanë qenë krahmeje dhe më kanë dhënë mundësinë që edhe sot të dal para xhamatit të flas përpara tyne. Edhe sot kam mundësi që ata që edhe sot jam nxënës i dijes edhe i dietarëve edhe i ligjëratave të ndryshme edhe autorëve të ndryshëm, mësoj për tyne dal përpara xhamatit edhe ta tham haptas edhe mënyrë publike në xhami, dhe kjo është një impuls i madh për jetën, më bën ta mendoj veten se ende jam i viteve të mëhershme të para luftës, për vitit 1992, kur unë në fundet e 92-shit, në muajin nëntor, kam fillu me punën në xhami. Kështu që ajo pozitë edhe ai vend, për disa momente, për disa kohë, mund të mendoj se unë jam ai aty në viteve, megjithëse vitet kanë kaluar dhe shumë gjëra kanë ndryshuar. Që besa dhe nuk është që i keni mshef shumë ato vite. Du të përmendi një kolegu imam, që ishte imam i ri, sa i përket këtyre detyrave, dhe kjo pikërisht në Gjilan ndodhi, nuk mund të akseptonte se si imami ka qenë shumë i lidhun edhe për pastrimin e kufomës. Si shembull më përmend, di që Mulla Sylla është detyru ligjëratat në fakultet të lë, sepse xhamati nuk ka pranuar që dikush tjetër përpos imamit që graviton në atë xhami të lajë xhenazën. Dhe këto ndryshimet që sot janë shumë pozitive, që ka kujdestari, që ka detyra ndame, për një imam të ri të qyteteve, se në fshatra këtu vazhdojnë dhe ekzistojnë, duke shumë e pa akseptueshme. Ashtu ka qenë këtyre herë dhe kështu është punuar. Hoxha ka qenë i obliguar në plan të parë, me detyrë të xhamisë po, por në planit të parë, për detyrave të rendit të parë kanë qenë edhe shërbimet në xhamat edhe varrimet e ndryshme, në të cilat unë kam marrë pjesë në vazhdimsi edhe Gjilanin e njoh të shkua prej një shtëpie në tjetër në shërbime në xhamat, në varrimet e tyne, po dhe në pastrimet e gjenazeve, që është një punë të cilën do të me shti hisën, po dhe shmushme, do të me shti hisën e shpresën se Zoti Xhallashanuhu ka më në shpërblyje për këtë punë, nga se nuk është punë drejt për drejt që të ka të bëj me dijen në shërbimin e imamit, por është dasht atëherë me bë, se cila xhami ka pas rrethin e vet të shërbimit, edhe brenda tyne kemi pas për detyrë edhe këta. Sot kanë ndryshuar. Shumë gjëra nuk janë ashtu që ka qenë, ka bot kuptime tjetër, perceptim tjetër për gjanat, janë të organizuar në një mënyrë krejt tjetër, ashtu që e dime dhe shihet. Dhe kjo krijon hapësinë më të madhe për gjeneratat e reja, që të jenë shërbim xhamatit edhe më mirë, që besa, pse mos më thonë edhe pak, më zotnisht i shërbejnë xhamatit me ligjëratat e xhamis, me derset e ndryshme që i organizojnë. Çështja e këshillimeve, mundësia e këshillës, prapë është e hapur se që Zotit e na organizuan pa me ndaja familjare, me raste tilla, të cilat imam t'i kanë shfrytzuar edhe sot i shfrytëzojnë për me përquar mesazhin e
thirrjes islame. Me do Mullasyl dhe përmendet që për cilë një PCV-n si shtëpi, si familje, janë do gjana që edhe pa u thonë kuptohen, prej natyres je njeri but. Në këto vite, këto dekada që po jetojmë njerëzit e but, din mu udhesh prej gjinis but. Dhe ty mos e këshush ti PCV-n, ka dikush që për hirë të laut, të ndërën kanalin besoj, ose dajës, ose të ngjashme. Kështu që mundesh mu dominu atin, edhe besoj se ekziston kjo arsye. Përmend e vitin 92, unë saktësisht në vitin 1992 jam regjistru në medresen e mesme. Do të ti ke fillu karrierën e punës, unë karrierën e orientimit profesional. Mua nuk më duket vetja i ri. Megjithatë, pra këtu flasim për një periudhë bukur të bujshme deri aty kur më rri unë për me marrë detyrë në dorë. Detyrimisht pra i kem rri të dy epokat, po e themi edhe të para luftës dhe këtë të pas luftës. Vështërsitë nuk janë të njëjta, edhe rrethanat lehtësuese nuk janë të njëjta, por sidomos kur ka lehtësime ka dhe sfida. Derisa je një ligjërues që ke kalu tashmë 30 vite, pra 33-4 vite ma je në detyrë, e kujtoj në vitin 1993 pa të nxjerrë një gjenerat, po them të parën tandën dua hatme, që ka qenë një eveniment jashtëzakonisht i madh. Ato evenimente nuk janë të përsëritshme sot. Sot bojnë hatme në për xhamia, në për madje edhe në online, nëpërmjet metodave të ndryshme të mësimit, por ajo jehona e gëzimit nuk është e njëjta. Xhamia ka qenë mbushur, ligjërohej në gjuhë shqipe, thuhej për herë të parë tash në xhaminë e madhe po ligjërohej në gjuhë shqipe. Zoti më shiroft para rendsin tuaj, Mulla Halimin, ka qenë një hoxh, hoxh i dijes, një hoxh i nivelit të lartë për kohën dhe gjeneratën që kanë mësu dhe studiu, por sido që tjetë fryma e re kur ka ardhë është ndi. Aq pa tepër, pastaj keni qenë hoxh edhe i lapsit, pjesëmarrës edhe me shkrime, me broshura, kujtoj pasi veç jemi në muajin e madhërishëm të Ramazanit, një fletush, broshur, që e pati përgadit në 6 fletpalosje, në 6 anë për vlerat e Ramazanit, pra ka qenë po ashtu një hap që deri atëherë literaturë gjuhën shqipe shumë pak ka pas. E di që një intervistë si kjo, një takim shumë pak për të folë, por çka kishe dallu nga ajo pjesë me të tanishmen? Tani gjatë asaj që e paraqite, më nxorë 2 personalitete të cilat jo rastësisht dalin në këtë emision Ramazani, mas iftarit. E para është Mulla Halimi, hoxh që unë kam zavendësue në xhami, Allah i baft rahmet në shpirtin e tina. Një hoxh që ka pas një dije bukur të theksume edhe të vlerësume sa i përket gjuhës arabe dhe tekstit gjuhës arabe, në stilin e hoxhallarëve të gjeneratave të hershme, ka qenë gjendje edhe me lexuar tekstin, edhe me kuptue. Unë kam pas bisedat ndryshme disa herë me ta, edhe ka qenë kënaqësi me pas njerëz të tillë. Patjetër që në atë fillim, si i ri, unë jam ndihmuar edhe prej tina, edhe prej hoxhallarëve të tjerë, edhe kam mësuar shumë prej tyre, domethënë nëse veç kthehemi në ato vite. Ndërsa personi i dytë, të cilin me shkas tash, do t'ja përmeni emrin e tij, nga se lidhet me shkrimin tim të parë që unë e kam publikue. Ka qenë një djalë i ri, Allah i baft rahmet në shpirtin e tina, ka pasur emrin Abdullah Ramizi, ka qenë shumë i përkushtum ndaj fesë, ymër shkurt. Ai është mundue më bë diçka në çdo moment, në mënyrë të vazhdueshme, më bë diçka për më tregu se
është një argat i punëve të hajrit me i shërbye islamit. Në vazhdimsi, nëse është puna me pastrue xhamin, me kujdes për ndaj defekt xhamis, me mbyll, me hap, me kreta këto. Dhe në atë kohë, si ide e tina, tha bre hoxh lutna, tha, a bën tha me bo, tha, më shkrua dishka rreth Ramazanit, edhe e qesmi në material, e bojmi një flet palosje, edhe e shpërndajme, tha, unë kom gjetë, tha, një donator që mundët më investu dhe më në ndihmua. Në shtypin edhe në shpërndarin. Edhe unë si përgjigje ndaj kërkesës tina, edhe tu ngushtua për i kërkesës tina, i kom hi asaj punë dhe nështë këto kanë qenë shkronjat e para që unë i kom qitë në letër, në reshta pak më të gjatë, edhe në, po thëmë, tituj e në kapituj, për një flet palosi çfarë ka qenë, që kemi pas titullu Ramazani muj i agjerimit. Kemi cek vlerën e agjerimit, kushtet e agjerimit, agjerimi si detyrim, disa parime bazë që kanë bëjnë me agjerimin, me vlerat e agjerimit, me hadithet që flasin rreth agjerimit, edhe ai ka pas marrë, ka pas shku dikon që i ka pas, se ato vite nuk kemi shkru me kompjuter, ka qenë heret, ka qenë shkrim dore, ka shku dikon, i ka shkru, i ka shëndruar në shkrim kompjuterit, edhe e ka botuar si fletushk, edhe është përnda për disa vite, ka qenë ndoshta një produkt që ka mësua shumë kush prej tina për Ramazanin edhe vlerat e Ramazanit. Ma vonë që majlë, armeti pa spirti që majlë Morina, e kish pa dikun edhe më tha, a bën tha botojmë në dituri islame. Edhe ma vonë është, po thamë është botua mësë. Ke shkrimet shumë të edhe në dituri islame, në edukat islame, dhe thotë pa minimizu rolin akademik, pastaj edhe në për konferenca dhe me tutje. Ajo që është e njoftur në si plejad të hoxhallarëve, je një halk që ke rri dhe ke jetu me hoxhallarët e vjetër, duke i respektu, duke i gjetë hoxhallarët e dijes, edhe në fakt ju dhe shumë si ju, por jo shumë, që kur keni ardhë të diplomuar prej toka arabe, me gjithat, keni mujt me pas pak kushtimesh me thonë me një masi dhe në nëshmim për të tjerët, por nga jo që dim dhe kem për cilë, për ju njëni që hoxhallarët e vjetër i keni pas për shpirti. Por bendet mund halimin këtu, por edhe shumë hoxhallarë tjerë. Faleminderit mënyrë të veçantë për këtë fajl, ose për këtë dosje që më hapen këtë emision. Edhe kjo për mua është një ndjenjë shpirtit shumë e thellë, që mundohen ata të jetoj bashkë me ta në çdo moment, edhe kam një nerv të vazhdueshëm i cili më lidh gjithmonë me gjeneratën e vjetër të hoxhallarëve. Nëse mundem më thonë, në një fakultet e kom kryer në Medinë, po ndërkohë me korrespondencë kom kryer një fakultet tjetër për i hoxhallarëve të vjetër, gjeneratave të mëdhshme, të atyre që kom pas shumë shka që ka të mësoj. Nga se nuk është kredia që merret prej librit. Përvoja, njohja e gjanave, raporteve njerëzore, njohja e realitetit, marrëdhëniet mes njerëzve, komunikimi me masën, me xhliset e ulemave. Unë jem kanë shumë me fat që në periudat të hershme e kom njoft Hafuz Idrizin. Allah i baft rahmet në shpirtin e tina. Dhe është njeriu që, po thëmë publikisht e Zoti e din që ka në zemrat tona, ndjehem bërshtin ndaj tina për dynja edhe ahiret, nga se kom mësue shumë çështje. Kisha pas qef në herë kur t'i vjen reni në emision të veçantë, më folë për këtë punë. E di që
ka shumë prej atyne që në emisionet ndryshme, edhe të këtij edhe dikun tjetër, kanë përmen edhe nëj mesele prej tina, nëj çështje, nëj qëndrim, nëj këshill, nëj burni, nëj njerëzi të tina, por me mbledh e me i bë gjitha zbashku ato vlerat tina, është një pasuni e madhe të cilën nuk do të hupin vitet edhe nuk do të tretet me kalimin e kohës, për kundrazi do të ngjizet mirë dhe të ndërtohet dhe të bëhet një personaliteti që ai e ka reflektuar, të bëhet një ndërtesë që gjan streh shumë kush. Unë kum pas nderin atëherë që të marr pjesë në neja të ndryshme, të cilat kanë qenë shumëta, edhe kanë qenë jo neja, muhabete, mazdarke dhe fjalë bosh, lafet kota, po kanë qenë ajet edhe hadith, kanë qenë trajtim i meseleve të ndryshme, i çështjeve të cilat ata i kanë debatu, ajete dhe hadithe të cilat i kanë nxjerrë haptas. Pa i smadhu gjonat, po them se i kanë marrë edhe librat me veti, i kanë lexuar bashkë, i kanë qitë përpara veti, i kanë trajtuar, edhe nuk e maj men asnjëherë si dikush prej tyre është nda i dhunum ose i pakënaqur ose i prekun një çështje që kanë trajtuar, nga se nuk ka qenë qëllimi i tyre me mujt njëri tjetrit. Ka qenë Allah i boftë rahmeta Mulla Hiseni i Tërnauçit, Mulla Muslija, edhe Hafuz Nazmia, ka pas edhe tjerë, tash nuk e kam për qëllim i përthokuar të gjithë, me përmend gjithë, po du me përmend personalitetet kryesore. Ata kanë bërë një investim shumë të madh që pa e llogarit gjendjen e tyne materiale, me makinat e tyne kanë shku peti njani të tjetri, edhe jenë ndjetë lumtën se ushqimi i tyne ka qenë dia, ka qenë ajeti, hadithi, mundësia me njoft. Kom pas fitu për shtypin, edhe sot vazhdojmë me ndu që me pas ata mundësit tona sot që na i kemi mu shkollue, ose ma ardë deri të dia, letë që shvimi na sot me një klikim, ose me një hulumtim caktum, sjell informatat ndryshme, nuk e di ku këshin më rri. Ose me thonë pak më ndryshe, më pas jetue në Damask, ja në Kairo, ose në Medinë, ose diku në vende tjera, më mërmenja që këshin qenë personalitete shumë të rëndësishme. Në fakt, klima është ajo që njerëzit i bën me qenë më afër dijes, më afër avancimit, kur e ke xhamatin shumë përgatitun, je i detyruar që ti jesh më i avancuar. Po them ndoshta, edhe hoxhallarët e famshëm të mëdhenj shqiptar që i kemi ndërkombëtarisht të njoftën, si në krye tyre hoxha i madh i hadithit që ju keni studiu për veprën e tyre, Muhammed Nasreddin Albani, Shuaib Arnauti, Abdul Kader Arnauti, Vehbi Gavoxhi, shumë emrat e tjerë, ndoshta edhe mund të thuhet edhe kundërta, po të kishin qenë në vendet tona, do të kishin qenë këta hoxhallarët e këtyre vendeve. Po pasha Zotin, ashtu është. Zoti i mëshiroft gjithë. Emrat mëdhej ka dhënë ky vend, por është shumë mirësi që edhe ju thash nuk jeni të vetmit, Mulla Jakupi, të tjerë që e keni pas studimet të përfunduara në vendet të tjera, në vendet të largta, vendet që për atë kohë i konë ëndra që një hoxh të delë të studioj, në fakt me modesti e keni pas edhe ju shoqërimin me ta, por edhe ata u kanë mbush mendjen që ja vlen shoqërimin me ta. Sido që tjetë, Mulla Syn është pangopshme kjo bisedë, edhe për mu këtu, po besoj edhe për televizionist, por megjithatë do të marrim prej kajmakut, prej dijes që keni në një pjesë të ajetit Kur'anit. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr.
Allahu obligoi agjerimi duket jo shumë i lehtë, sidomos për njerëzit që nuk e kanë provuar, sidomos për ata që e mendojnë agjerimin në stilin e verës, ku në vendet tona deri në 17 orë gjysmë është koha për të agjëru. Pastaj është vap, është njerëzit janë me punë dhe angazhime, dhe mendja shëndosh e njerëzit në këtë rritje, në këtë zhvillim, në këtë edukim, i duket se agjerimi njerëzit i mundon. E Zoti i Madhreshëm pasi po na obligon agjerimin, po e thot këtë fjali e cila nuk vlen vetëm për agjerimin. Zoti për ju do lehtësimin e nuk e do vështirësinë. Mund të na komentoni këtë pjesë, kjo është krejt përvojë krejt. Ndoshta me drejt kisha thonë se si jam mufesir me komentue. Por koha, momenti, vendi, nevoja na bën neve që ajetet e Kur'anit të i komentojmë dhe të përfitojmë prej tyne, edhe na që jemi të lamis ngusht, po them, tefsirit, nga se natyra e argumenteve është që prej tyne marrin nga dijet e ndryshme, marrin të hadithit e takidës e të ke fundit, krejta shkencat islame dalin dhe burojnë prej tyne. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Është një ajet i shkputën prej ajetit më të gjatë, por që kuptimin veti e ka tamam, dhe më thonë qëndron vetë-vetiju dhe jep përgjigje për ajetet paraprake, po jep përgjigje edhe për ajetet në vazhdim. Sqaron gjendjen e mahershme që është përmend ajeti nga fillimi, që është vazhdimsi e ajeteve që flasin për agjerimin, dhe përfaqëson një bazë mbi të cilën ndërtohen shumë rregulla që kanë të bëjnë po me agjerimin, po edhe me detyrat e tjera të jetës. Nga se ajeti paraprak, dhe më thonë deri te presja e këtij ajeti nëse bën me thonë, sqaron gjendjet kur dikush është ismur edhe është udhëtar. Ismur edhe udhëtar, nga se Ramazani është një muj. Po thëmë një prej arsyeve pse janë cek ismuri dhe agjerimi, Ramazani është për gjatë një muj. Dhe një muj është e natyrshme që njeriu udhëton me rrugë ndryshme, ka nevojat ndryshme, udhëtime pune, ose udhëtime për motive tjera, dhe një muj më ndodhë ndryshime, më ndodhë ndodhi, më ndodhë nevojat ndryshme të cilat njeri... Nuk mund blokohet njeri unë ndoshta prej... Pa tjetër, nuk mund më thonë Ramazanu dhe blokoj jetën se kështu ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e di për asnjë punë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë është dasht me ba, ja këm pas plan me ba, po është Ramazan e pela mas Ramazanit. Jo, Ramazani nuk ka qenë arsye edhe penges që mo nalë pe punëve të hajrit. Po, është përshtat me rregullat e agjerimit në udhëtim dhe në situata tjera, qoftë edhe lufta, ose qoftë ekspeditat luftës, qoftë nëj udhëtim logjistike, edhe nëj angazhim më specifik, po edhe nëj përballje ma e ranë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë këto, po i shtymi pak se kalon Ramazani e mas Ramazanit. Ja, janë këto nuk ka ndodhur një komunikim i tillë ose një situatë kur kanë menduar se agjerimi është problem për ta, edhe krijon një ligështi, prodhon një lëgështi, një plagështi, një situatë vështirë, kur ata nuk mujnë më qenë të plot, kjo nuk ka ndodhë. Andaj,
Ajeti i Kur'anit jep përgjigje për situatat e mundshme që mund të ndodhin gjatë një muaj ditë agjerimit. Dikush smuhet, smundje të ndryshme, probleme me shnetin, mundet një pjesë, një disa ditë mos më qenë mirë, pastaj kthehet në gjendje normale, edhe këta do të me kuptue diçka si situatë kur natyrshëm njeriu reagon në nevojat e kohës. Edhe ai që udhton mundet me një vetën, ka situata kur e nin vetën keq, thot unë po udhtoj, jam i detyruar më udhtue, ose udhtimi është i nevojshëm, por çka të bëj me agjerimin? Nëse vjen situata me prish, për arsye të ndryshme, nëse agjeron është një vlerë, por nëse dën me prish, nështë mundet me një vetën keq, mundet me një vetën që nuk bën zgjedhjen e duhur. Allahu xhalla shanuhu nuk e lën vaj askan. Edhe ai që është i smur, nuk e ka gjendjen mirë, edhe i dhimbët Ramazani. Allahu xhalla shanuhu atij që është në këto nevoja të jetës, këto sfida të jetës, është i smund edhe nin vetën keq. Allahu xhalla shanuhu i thot ti mos agjero. Esqeren men herë, yuridu Allahu bikumul yusra. Allahu xhalla shanuhu don me ja vlerësue. Don me ja vlerësue. Ti je udhtar, je i lirum për agjerimit, Allahu xhalla shanuhu e ka qel derën, edhe mundesh me i kompenzue. Masanena, je i smut, smundje ndryshme, që është dihet, dhe më thonë që smundjet ndryshme nuk mënë përcaktu cila sakt, ose cila list e smundjeve mundesh më agjerue, edhe cilat mundesh më darë prej agjerimit. Zoti xhalla shanuhu thot, yuridu Allahu bikumul yusra. Allahu xhalla shanuhu e qel derën. Cila dera e lehtësimit, nuk i agjeron ato ditë të Ramazanit, i agjeron mos të kalojnë Ramazani. Wala yuridu bikumul usra. Tash nuk don më bë vështirësi. Nuk don më bë vështirësi se njerëzit dallojnë, nuk janë gjithë njerëz. Dikush mundet më udhëtue, edhe e nin vetën që e përballon, nuk e ka lodh agjerimi, mundet me qëndrue bukës, etjes, uris në përgjithësi, lodhje, situatave ndryshme, dhe ka tjerë që nuk mujnë me i përballu gjendjeve të tilla, nuk mujnë njerëzit më qenë të njëjtë. Allahu xhalla shanuhu i ka krijuar të ndryshëm, ase kanë smundje të njëjtë, ase kanë dhimbje të njëjtë, edhe nuk mundesh me i ditërua, më thonë, vallaha, jo po do të me agjerua. Ose i smuti, dikush mundet me bajt edhe agjerimin, edhe smundje, një smundje po thonë pak ma të butë, ma të letë, ma të zakonshme. Por ka për tyne që nështë një grip i rëzën. Një grip i rëzën, tutët pak ma shumë, ka rezerve pak ma shumë, ka shqetësim pak ma shumë. Çështja imuniteti, mendon se me një bardak ujë gjendja i nërën në atë situatë smundjes. Allahu xhalla shanuhu thot që Zoti xhalla shanuhu nuk dën vështirësi për juve, përkundrazi dën lehtësime. Dhe ky rregulli i lehtësimeve shkon Këtë doja t'ju pyesja. Është vetëm me agjerimin lidhet, apo në përgjithësinë fe dominon çështja e lehtësimit? Sepse disa e perceptojnë Islamin si fe që të obligon të jep detyra, të privon nga jeta, të ndarë shumë qefe, shumë dëshira, pasione, epshe, dhe rrjedhimisht kufizohesh kur je musliman. Po kish bë mirë me anis prej fundit tu ku përfundove tash. Është e vërtet. Islami ka rregulla, edhe detyra, edhe obligime. Por gjithë e dimi që jeta në përgjithësi ka detyra, ka rregulla, ka obligime, ka parime, e të cilat do të respektohen nëse dojmë që jeta ma hes normal. Nëse marrë me jetën tonë praktike,
mënyrën që shlëvizmi në rrugë, blejmi, bisedojmi, që shsilmi me raportet me shtetin, me shoqërinë, me njerëzmit, shitblerja, gjitha, këto ka rregulla. Pa rregulla nuk bëhen. Shoqënia pa rregulla nuk mund më funksionue. Edhe feja pa rregulla nuk mund më funksionue. Po përmbrena tyne, Islami ka peshorën e tolerancës, e cila mat sjelljen e njeriut edhe nevojën e tina për më qenë i lirum në situata caktume ose i lehtësum situata caktume. Tu e nis prej ibadeteve, tu e nis prej sjelljeve të ndryshme, njëtën praktike, njëtën shoqënore, raportet njënin me tjetrin që neve ndërtojmë. Toleranca është kurriz edhe shtyll e Islamit. Edhe nëse kemi fjalën për tolerancë si sjellje në mes neve, Islami kërkon tolerancë, pa pas ngatërres, pa pas përqavje, pa pas problemet të ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në praktik, po edhe me të folmen e tina me porosi, e ka të reguë se ajo toleranca edhe lehtësimi është themel i fort i fesë. Ka sjell shembuj të gjeneratat e mahershme, që çështjet kanë qenë shumë më të shtërngume, nuk ka pas tolerancë. Ndërsa Islami ka bërë tolerancë. Njeriu në Islam nuk obligohet kur me ata që nuk mundet me bartë ose me përballue. Nuk ka diçka për detyrave të Islamit, e cila është aq e rëndë sa njeriu nuk mundet me ia dalë në ta asnjëherë. Teklifu bima la yutaq. Absolutisht. Kjo është e pamundën. Është e pamundën se Allahu xhalla shanuhu e din fuqinë e njeriut, e din mundësinë e tina. Për këtë arsye, kur të vinë ngushtica, çati është shlirimi. Kur të vinë ngushtica, atë është shlirimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Muadh ibn Jabelin dhe Ebu Musën, edhe Ebu Musën i ka dërguar në Yemen. Merë men dy vetë për shokëve tina, i ka dërguar të një shtet që ka qenë Jemeni i atërshëm, ka qenë një civilizim shekullor, i përmenën edhe në librat e shajta, po edhe në Kur'an, gjithsesi si ven i pejgamberve, edhe si strofullog i gjuhës i arabishtës edhe i gjuhës arabe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë në Yemen që të thirrin popullin e Yemenit në Islam. Prej mësimeve të para, ju ka thënë yesira wala tu'assira. Lehtësoni edhe mos vështërsoni. Kjo nuk i bjen me qel derën edhe çka ta kanë edhe çka të pëlqejnë me bë. Po kjo i bjen që me nxjerr me afrua versionin më të butë, më të lehtë, më të mirë, më të kapshëm, më të treguar tolerancën e Islamit, të cilën Allahu xhalla shanuhu e ka bë bazë për kuptimin e drejtë të Islamit. Kjo platformë e sjelljes në Islam është shumë e rëndësishme për neve, nga se na zakonisht goditmi në to që është ekstremizëm, ekstremitet, më thonë fundamentalizëm, edhe egërsi, edhe vrasësi, pa na njoft edhe pa na ditë. Edhe neve, por pa i njoft edhe parimet e Islamit, edhe tu i marë gjithmonë për model shembujt edhe modelet më të këqija, të cilat më të devijume, të cilat në mënyrë absolute nuk shkojnë drejt me Islamin, edhe nuk i shkojnë Islamit, edhe nuk mujmja atribue Islamit në asnjë mënyrë. Tash me marrë me këshyrë veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thonë
aty në ka thënë shkoni në Jemen dhe lehtësoni edhe mos vështirësoni, sillni mirë, lehtë, botë, mos e ranoni situatën. Domethënë, matne, komunikoni me njerëzit, tu i vlerësua gjanat si mbas realitetit tyne. Mirë po... Ma dhe në praktikën e ti. Edhe në praktikën e ti. Kështë dy alternativa, zilte... Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si mbas praktikës tina, kur ka zgjedhë mes dy gjanave, e ka zgjedhë ata që është ma e lehtë nëse nuk ka pas farë mëkatin ta. Dhe më thënë, nëse ka qenë mëkat, e ka qenë bas larti prej tina. Kështu që marë në përgjithësi ajetet edhe hadithet të cilat në kuptim burojnë, dhe më thonë, këtë është ajetit që neve po e trajtojmi, është një prej burimeve për me kuptue drejt edhe mirë lehtësin që Islami afron në kryemjen e detyrave. Dikush dënë me falë namazin, po nuk e ka gjendjen mirë. Ka nëjë problem me shnetën. Nuk mundet me qëndru në kam. Nuk mundet me qëndru në kam. Nuk mundet me marrë abdes që besa. Nuk mundet me marrë abdes që besa dhe nështë asë mund mu këthy ka kibla heq. Allahu Gjellëshanuhu ka qel rrugë, ka qel deren. Tash nuk përdu më hitë situatat më të rana se misioni nuk ka për qëllimi për të ku temat, ju keni edhe shumë tjera tema që i trajtoni edhe... Kjo jemi edhe ashtu në ka fundi emisionit në kuptim të minutazhës se jo të dëshirës për të vazhdu këtë çështje, por dominimi i lehtësimit në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vrehet. Edhe përmendet dhe maherët se popujt maherët nuk është i kanë pas gjitha këto privilegje. Madje në lutjet që Zoti na i mësoi, po, ishte që mos na ngarko me atë që i ke ngarku të tjerë para nesh. Mos na ngarko me atë që ne nuk mund ta përballojmë. Në anën tjetër, edhe në vetë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e vrehet gjatë zbritjes së shpalljes, Zoti kur ishte në pyetje lufte i tha: "El-ana khaffafa Allahu aleikum wa alima anna fikum dhafa." Po. A duket se këtë frymë të lehtësimit ndonjëherë mund t'i kemi fajt ne vetë, si hoxhallar, ndoshta japim dozën e ngarkuar më tepër se sa duhet, apo edhe e kundërta, sepse ekziston edhe gjithmonë fryma tjetër që ta bëjë një fe pa ibadete, një fe pa obligime, një fe pa harame. Si mund ta gjejmë mesin e kësaj? Tash, ndoshta është tjerë mja qëllue, sakt po unë po e thamë mendimin tem të lexue situatën, edhe me hoxhallarët edhe me xhamatin. Në përgjithësi mendoj se Islami të cilën e mësojnë hoxhallarët tonë në Kosovë, për mos po shkuë ma gjanë, po dhe ma gjanë po flasë veçanërisht për Kosovën të njoftë situatën më mirë dhe të njoftë edhe njerëzit edhe terenin. Mendoj se është një islam shumë islam që është në përputhje me parimet e shnoshat të islamit, me Kur'anin e me Sunetin tamam, islami i Ahlus Sunne wal Jamaa, dhe dukurit e ekstremizmit mendoj se mund më qenë vetëm situata ekstreme të dikush që mund më pas qasje personale ose përpavi personale dhe shka tjetër. Për ndryshe në shtrirjen e përgjithshme, islami të ne, të cilin e mësojnë hoxhallarët tonë, edhe dëgjojnë xhamati jonë, është islam i bazuar mbi parimet e Kur'anit edhe Sunetit, më thëmë në vijnë e përgjithshme në atë sofrën ku ulmi neve gjithë. Po edhe xhamati, elhamdulillah, është një kategorie të tillë. Nga se ashtu qysh mësohet të tillë edhe janë. Kështu që e tana kjo e curi edhe proces i edukimit xhamatit është trashëguar mbi bazat shnosha dhe elhamdulillah pe Zotit ka vazhduar si i tillë. Normal sot mundësit janë më të shumta,
edhe në xhamat, edhe në xhami, edhe në komunikimit me mjetet e informimit, edhe do të afrohen shërbime edhe më të mëdha janë, nga se mendoj se këto çka janë, nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë. Xhamati duhet marrin, ashtu që marrin produkte të ndryshme për jetën, nevojshme për jetën e tyne, ashtu duhet marrin edhe mësimet e fesë, të cilat janë shumë të rëndësishme edhe janë esenciale për vazhdimin edhe ndërtimin e tyne të shnosh. Mendoj që këto institucionet e bojnë shumë mirë, edhe ato arsimore, edhe ato administrative që janë, edhe është një rjet shumë i mirë që është në shërbim të besimtarve kudo nëpër Kosovë. Këto të regojnë edhe aktivitetit e muajit të Ramazanit, të cilat janë shumë të edhe të ndryshme, edhe jepin shije Ramazanit, edhe ngritin vlerën e Ramazanit, e cila është trashëguar gjenerat pas gjenerate edhe ka ardhur deri te ne. E ne mendoj që jemi një halk në vazhdimsi, e cila i ban hizmet këtij vendi, këtij populli, duke ia mësuar ata që është e dobishme për ta, për dynjan e tina dhe për ahiretin e tina. Mos hyl çaj është ftof, në fakt në respekt ndaj tem lodh mu pa e pi çajin, po si do që tjetë, ishte e kënaqësi që u përgjigje në ftesën tonë, ndërove mua, ndërove PIS TV-n në gjuhën shqipe, por edhe gjithë teleshikuesit që na ndjekin në këto net të begata të Ramazanit. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Zoti ju shpërblet me të mirat e tij. Por çaj besoj se do të ma qitni një mas emisionis edhe ky jemi është ftof. Por muhabeti ishte i mirë edhe gjithmonë kur është muhabeti i mirë, edhe buka jetë pa hangër, edhe çaj jetë pa pi, edhe që besa bën vaki edhe iftarin me shty pak matanena, se shpesh herë kanë harru që është vakti iftarit. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte edhe është kënaqësi e jemja që ishme zbashku me juve në studiot e PIS TV-s. Shumë ju faleminderit. Faleminderit edhe për komplimentimin. Atëherë të respektuar teleshikues, këtu është fundi për këtë takim të sonëm, me dëshirë që nesër përsëri të takohemi me një musafir tjetër, me një trajtim tjetër, me një përvojë tjetër. Ju lëmë në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.